Të dhënat zyrtare nga qeveria federale gjermane tregojnë se Gjermania deportoi 1396 persona në Maqedoninë e Veriut gjatë vitit 2024, duke e bërë vendin destinacionin e dytë më të zakonshëm për dëbimet. Sipas kombësisë, 1399 qytetarë të Maqedonisë janë dëbuar nga Gjermania në vitin 2024, duke i renditur ata si kombësia e katërt më e zakonshme në mesin e të dëbuarve. Analiza e të dhënave demografike tregon se Maqedonia ishte një destinacion kryesor për gratë dhe të miturit e dëbuar. Gjithsej, 624 gra u deportuan në vend, numri më i lartë për çdo vend destinacioni. Në të njëjtën kohë, sipas të dhënave, 627 gra të deportuara kishin në shtetësi maqedonase, përsëri numri më i lartë në krahasim me nacionalitetet e tjera. Situata është e ngjashme me të miturit. 658 janë deportuar në Maqedoni dhe 662 të mitur të deportuar janë shtetas të Maqedonisë së Veriut. Ndërkaq, përveç deportimeve, një numër i konsiderueshëm, pothuajse mbi 2000 qytetarë të Maqedonisë së Veriut, janë larguar vullnetarisht nga Gjermania. Kombësia e Maqedonisë ishte e treta më e zakonshme e regjistruar për këto largime të financuara nga provincat, ndërkaq që Policia Federale Gjermane regjistroi 2022 shtetas maqedonas, të cilët vullnetarisht u larguan nga vendi me certifikat për kalim kufitar në vitin 2024, që është grupi i katërt më i madh sipas kombësisë për këtë lloj largimi.